Dhe tani ju sjellim rrëfimin për shtëpinë muze të Poklekut të Drenasit, aty ku ndodhi njëra prej masakrave më makabre në luftën e fundit Kosovës, nga liria 6 muajshe deri te plaku i shtëpisë 75 vjet, që të gjithë u vranë dhe më pas u dëgjën për të fshehur gjurmët e krimit makabër që është bërë. Sot, 27 vjet pas këtij momenti jashtëzakonisht të rëndë, ne ende nuk kemi qofte edhe një veprim të vetëm për të kërkuar drejtësi për jetët e humbura. Sot, ju sjellim rrëfimin të cilin kemi realizuar për këtë shtëpi muze dhe ju sjellim rrëfimin e njërit prej personazheve më të veçantë të tij, zotri Fadil Muçolli, i cili ka humbur pothuajse gjithë familjen e tij në këtë masakër makabër. E shohim krejt këtë rrëfim në një kënd krejtësisht më ndryshe nga ato që ua kemi prezantuar më parë. Jenë ka 23 fëmijë prej fushnjës 6 muajshe deri në moshën 13 vjeçare. Toka i shkon vëllgjak. Qika më ka përqaf, edhe më ka thonë bab, libra të rumi se i kumë në shpë. Koshti më i madh u konë sa një pacitet si ka. Falë edhe gjakit, kësaj bebe, sa të kemi. Numrin që kanë i kanë vrasë sërbët, na prapë se i kjemë. Vendi në cilin jemi sot, ua kemi prezentuar edhe më parë, por jo në këtë format që po a prezentojmë tani. Jemi në shtëpinë e familjes Muçolli, ku ka ndodhur njëra prej masakrave më makabre në luftën e fundit Kosovës. Kjo shtëpi muze, përfundimisht, po e merr emrin e merituar, shtëpi muze. Kjo që shihni tani është vetëm një pjesë e instalacionit që është realizuar së fundmi në këtë shtëpi e që prezanton masakrën e tmerrshme që ka ndodhur në këtë vend, ku kanë humbur jetën 53 njerëz të pafajshëm, duke filluar nga liria vetëm 6 muajshe e deri tek plaku i shtëpisë i cili ishte mbi 70 vjet. Sot ju prezantojmë në detaje se si tregohet kjo histori kaq e tmerrshme ku u vranë, u djegën, por edhe shpëtuan disa prej atyre të cilët po strehoshin në shtëpinë e familjes Muçolli. Një rrëfim i jashtëzakonshëm dhe një ftesë për ta vizituar këtë vend që është dëshmi e së kaluarës, të cilën nuk duhet ta harrojmë asnjëherë. Një ftesë për ta vizituar këtë vend që është dëshmi e së kaluarës, të cilën nuk duhet ta harrojmë asnjëherë. Shtëpinë që po shohim, besoj janë të rrallë ata që nuk e kanë parë qoftë edhe një herë të vetme. Është shtëpia në të cilën me 17 prill të vitit 1999, forcat serbe kryen masakrën makabre në të cilën u vranë 53 persona, ku më i vjetri ishte 75 vjeç e më e reja, Liria, 6 muajshe. Pas shumë vitesh, fillim dhe rifillim punimesh për konservimin e asaj çfarë kishte mbetur nga lufta, më në fund, ky projekt po shkon drejt finalizimit. Kjo është vetëm finalizim, tash ka mbet digitalizimi e dëshmive, dëshmitarëve, pritet të filloj shumë shpejt,
edhe përfundoj që e pres me padurim, se edhe nusha edhe jenë bon gjitha që pesha që edhe vizitorëve nuk më mëjnë me përgjigjë ashtu si qdo. Kisha pas dëshirë që të lirohen, kjo edhe këta jetë që më kam betë, s'po të bëj pak ma normal, sepse është shumë e vështirë me orë, edhe mos me dalë kur për kësaj ngjarje. Po krejnë fond edhe familja që kom kriju pas luftës, e merituin me konë edhe në pak ma në disponim, pak ma i qetë, po për mu ka qenë primare edhe gjithë shka, kjo ngjarje dhe këtë. Duke ruajtur këtë shtëpi dëshmi, shtëpi muze, ai ruajti edhe kujtimet e tij për më të dashurit e shpirtit, të cilët nuk janë me të, vetëm fizikisht. Dhoma ku ka ndodhur vrasja e më pas djegja 53 personave ka mbetur e paprekur, si dëshmia më e fortë e krejtë asaj që kishte ngjarë në prill të 98-s. Këtë masakër jenë vra familja e Halil Muqullit, 7 antar, Agjës, familja e Rahman Muqullit, Agjës. 6 antar, familja Agjës tjetër, Ilmis. 6 antar, familja Ramadan Muqullit. 7 antar, familja e Tafil Muqullit. 1 antar, familja e Skender Hugjës. 1 antar, familja Carako, Ejub Carako. 4 antar, familja e Merel Shanit, 7 antar. Kjo kon shtëpia jem ku kom jetu me 20 antar. Mu kanë vra 14 antar të familjes. 2 prind, 4 motra, bashkëshortja me 4 fëmijë, edhe bashkëshortja vllat me 2 fëmijë. Përballë dhomës ku ndodhi masakra, është krijuar edhe ky instalacion, i cili prezanton rrugëtimin e Lumnia Muqollit me vajzën Arbenitën, 3 vjeç, dhe Leutrim Carakun rreth 9 vjeç, të mbijetuar të kësaj masakre. Artan Qurri është ai arkitekti edhe ai njeri që mu kanë gjirë për një humnere. Se me projektet i kalume një po ishgënjim, në këtë dhumë nuk kanë ndodhur kur që. Këtë arsye është e juaj dhe Edhe në bazë të rrëfimeve dëshmitarëve që jenë konë në dhumë, që jenë dalë për e jasoj dhume, e ka kriju këto, kur ka hop deren, shkau me jam gju bombat, njerëz për frikin të mu. Jenë afru nga njëni tjetër. Kur kanë shpërthy bombat, i kanë shpërnda dhe i kanë plagus, i kanë vra. Këtë në marinën me këto vrimat i simbolizën sa plumba e në shkelbita, edhe në gjyra e kuqe që shka rjedh gjakon në përdhu. Edhe në këta monitorët e ka parapo që dëshmitarët me radhë me dalë me e rëfy ato në qka e kanë po, edhe që kanë përjetu. Gjurmët na dërgojnë për në katin e dytë. Kjo është Lumnia Muqulli, me vajzën Arbenitën, kjo po 3 vjeç. Ajo është Leutrim Carako, i ndalë prej dhumës ku kanë ndodhur masakra në kampin qatë, për me shku nalë, kohë me kretë, me po a i ndërgu sërbë, edhe me pastru qikin se konë kretë në lumë në qatë. Kanë gjitë në këty në shkollë, nuk gjënë fjallë, në kanë du qysh një.
Aja të më dhe ma, a jam ku kom shqit me fëmi. Në qikim për shafuqët, që shkëri ka, mas pra me. Edhe më ka thonë, babë që ku i kam librat rrubi. Për këta librat i kom lënë ka dytë. Dhomën për balë. Dhomën për balë, kjo ka dhoma vlatë. Këtu në përshëndet me fëmijët edhe me fëmijët vlatë. Që ka vëgëllë u konë 6 mujshe, dore ka morë, kononta. E kena përqafu. Që ka tjetër u konë 4 vjeqë. Po kur je mordë, këto, si e mordë të shkollë, më ka dollë që ka përpora. Ajo të ka prit gjithmonë, besoj e para në këtë shtëpi. Këm doshëm. Edhe me herë më ka shku menja të librat. Edhe që më ka thonë. Edhe më shku në atë shpinë vjetër, i kum shef. Librat, parë nërë i kum shef aty, kur kry masakra, ta i këshin gjithë, i këshin gjumë, kur i këna morë eshnat, i këna jetë për këtuj, i kum morë librat prapë, i kum të bu edhe i kum shef qa shpinë poshtë. Me i herës, qatë ditësirë dhe këtë, me i herë më ka dollë qika në Balkan. Kështu parasë, ka shku menjët e librat, edhe që më ka thonë, më shku i ku morë librat, sarin e parë që i ku morë e ku më shtimë rana. Librat me shfletu, nuk ku mujtë korë. Kur i ka përfundu që kjo projekti, si jenë vendus tash, edhe ma heret, ka hikun fshin, u qelë fleturia e qikës. Edhe i shkon një shkrim i soj, që ki shkru që Lidia ko me orë. Pranverë e përgjohë. Titull. Ato e këmë ledzu, këmë bëgoti një mujë. Te e këmë ledzu. Nuk i ka dhe të rejshta. Po me ledzu s'më isha, po pa e ledzu s'më isha. Në këtë kënd të shtëpisë, Fadili ruan pasurinë e tij më të madhe, kujtimet për prindërit, fëmijët, bashkëshortën dhe motrat e tij. Në fakt, këtu ruhet gjithë çfarë kishte mbetur nga 53 të vrarë e më pas të djegur në këtë shtëpi. Një shami e djegur, 2 palë rroba të kuqe që do duhej t'i rezistonin shiut, një fustan usërije e disa veshje të tjera, janë ato që zjarri nuk i dogji, dhe Fadili i ruajti si dëshmi të asaj çfarë dikur ndodhi këtu. Në një kënd të dhomës, do të mund të shihni edhe një ark të vjetër. Ishte e nënës së Fadilit. Aty, a i ruan atë që a i e quan fia që e mban të lidhur me këtë jetë. Stolite familjarve të cilat zjarri nuk i dogji, flokët e djalit, veshjet e nanës e babës, të gruas, të motrave e të fëmijëve. I hap shpesh këtë ark, Beca Fadil? Po, valla. Po, veç kur t'jam vetë. Këtu janë nozat e familjes si kena gjithë aty, familjarëve. Nonës, grove, va, në dhumën ku jenë dje. Këtu e kam urën e babës, ku djeg aty. E kum gjithë venin ku djeg.
aty e kum ditë si edhe jem bind, se që kum besu si më kanë thonë, e këna kodë vrau. Kjo është i kapuçi i djallit, drogël, edhe gjamperi, që e kam edhe në foto. Të punume me dorë, baca Fadir. Gruja e. Edhe këtu e në flëkt e djallit. Këtu e kanë prej, mas i kanë duhet në Likashan. Masakra. Kom pos qef një rritë flëkt edhe ja kom rritë flëkt, s'ja kanë prej, se kom pos banë një prej flëkt e djallit edhe krisi lufta në Likashan, kesh atje, u ktheva nesër më nëna më tha që u kom jem ja prej djallit flëkt, se apishe luft, brakja dhëtë me dalë për shpije. Po mbenden, po t'ju thash me një kusht, që e me miru, mos me hu flëkt e djallit. Edhe i kanë ru, sanaki me punë, se sanaki e rasat. Kjo e dinit e nënës, plisin e kam aty, Po është ekspres. ma haroma që nga. Kjo është në fotografi me kam. Po e kam. Se gjithatish, ko e kopi e shahdi, kena full. Edhe nuk më i menajt po. Mi po. 53 fotot, të cilat u ekspozuan atëherë kur shtëpia ishte në Rënoja, janë ruajtur në një dhomë tjetër, bashkë me shumë foto të tjera, të cilat prezentojnë jetët e humbura në masakrën e Poklekut. Në mendje kam gjithmonë foton e Lirijës. Ka një rrëfim shumë interesant. Emri që i keni vënë. Ka qenë periudhë lufte, dhe? Po, në luft ka lind edhe e veta. Thash, qysh do m'ja lo emri? Tha, je ma i madha, se po më vetë, tha, kjo emrin e ka. Qysh e ka emrin? Na, për çka jem qëtë? Na jem për liri, tha, liri e ka emrin. Tani, ka moment, u ardhë baba, edhe jem taku me ta. Sa jem përësit i thamë vete se du t'me lo. Janë gjitë një. Jem taku me babën malë. Ka veta e ke, vetë qaminin, qysh emrin. I ku ka zu, për herë të parë, një kam, po babës le. Fatkeqësisht, s'arriti me gëzu lirin, po falëve në gjokët, kësaj bebe. Sa të kemi. Koha fshin gjithçka, por jo edhe gjakun e fëmijëve e të njerëzve të pafajshëm. Më thanë janë foto të asaj kohë. Kja o dera e hymin për dram, këta o gjakun të uk, edhe këta o që dera ku, dera është mrena halo, e ruja derë, këta e në eshnat, që shikina Këto janë pamjet e mbetje. eshnat në krahun e djatë, për e dritore qëte. Këta e në eshnat krejt që shikina qitë. Por, jeta duhet të vazhdojë. Ata gjak e ata njerë që e në largu, e në debu, e në zhduk, kënuhen veç në kongë, e në gojdhona, për këta i bëjnë thirje, që tha institucionet që mbëstjesin, veç në gojdhona, mbëstjesin veç në kongë, po dokumentuhen,
nga institucionet shtetërore, kredibile, të besueshme, edhe të arkivohen, që të kem dokumentacion, po të kem edhe të ka edhe gjeneratat e ardhshme me lexu e me mësu e me ditë me çfarë çmimi ka pagu ky popull, këtë liri që sa do gëzohet. Uroj që kur mos të përsëritet, edhe nuk tham me u shkru e me u dokumentu gjeneratat e ardhshme me urrej dikan. Mirë po, kur lexojnë, kur mësojnë, edhe kur prekun, krejt këtë vujtje të këtij popullit, edhe gjeneratat e reja besoj që kanë me dashur më shumë këtë vend.